Ditën e djeshme në një deklaratë për mediat nga Selia Blu, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha habiti u pak kur deklaroi se kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta nuk ka karta krediti, por ato i ka përdorur Monika Kryemadhi dhe i përkasin kurshurir të saj. Në opinionin publik mes Berishës dhe Kryemadhit ka pasur raporte korrekte, pa përplasje, pa konflikte, pa akuza, pasi edhe faj për djegjen e mandateve ju ngarkua asaj dhe Lulzim Bashës, por mëkati ju blatua Bashës. Tani që Berisha vendosi të hynë në një çështje familjare, tregon një qasje të re në narrativën publike të liderit historik të demokratëve në funksion të politikës së tij, në një kohë ristrukturimi brenda PD-s, ku ai konsolidoi pozitën e brendshme e i duhet të shojë jashtë gardit, ku Meta duket se i duhet sërish. Pikpyetja që ngrihet është pse tani ajo disa javë më parë. Ky reagim vjen pas një sër kritikash ndaj Partisë Demokratike dhe vetë atij se braktisën aleatin që u ka dhënë deri dhe vulën kur ju kishte humbur, dhe nuk morën pjesë as në seancën në themel. Së fundmi është hapur një dritë jeshile për kreun e PS, i cili tashmë ka një shans për të përfituar nga vendimi i gjykatës së lartë për afatet e paraburgimit, ku me sa duket, Kryedemokrati po përpiqet të krijojë narrativën se ai është i burgosur politik, se është i pafajshëm dhe kështu pastron emrin dhe terrenin politik për Metën. Viti 2026 është një vit paraelektoral, ku përgatiten pazaret dhe aleancat në një kohë kur opozita është më opozitë se kurrë, përballë numrave të majorancës e i duhet një ish-LSI fort, e cila mund të jetë tillë vetëm me Metën. Berishës i duhet një aleat më shumë, i duhet zemërimi i tij i akumuluar nga gati 2 vite burgim, dhe po ashtu një krah në narrativën kundër armikut të përbashkët, SPAK-ut. Kujtojmë se si Berisha dhe Meta e lidhin hetimin e tyre me emrin e ish-kreut të SPAK, Altin Dumani, dhe vetëm së bashku mund të arrijnë të pastrojnë emrin, pasi një nga aferat për të cilat akuzohet Meta, Çezdia, është kryer kur ata të dy bashkëqeverisnin. Janë të lidhur pasgjithshmërisht në të mirën në të keq, por gjithmonë dominon interesi meskim politik. Për Berishën vlen parimi armiku i armikut tim është miku im, e në këtë rast qëllon që mik të jetë aleati i tij në kohë të vështira. Por përse Berisha nuk ndoqi të njëjtin standard me Saljanin? Edhe Saljani sakrifikoi për Partinë Demokratike dhe bëri burgim politik për këtë subjekt, plot një vit në qeli, që janë më shumë se sa një vul apo një stre. Dikur u shpall heroe, madje kauza e tij rriti pik Partisë Demokratike, si opozita që denuncon aferat e drogës. Me sa duket, Kryedemokratit i duhej vepra e Saljanit, por jo forca e tij dhe populariteti në publik që duhet evidentuar që pas burgosjes u rrit ndjeshëm. Tani që populariteti i ish-deputetit u testua me foltoret, Berisha e shpalli armik. Ndryshe nga Meta që po e amniston, Saljanin e ka shpallur përfaqësues të bandave. Siç edhe analizuam më sipër, Berisha po çmenton pushtetin e tij brenda partisë dhe nuk e dua njerëz me popularitet. E pikërisht në kohën që ai po humbet popularitetin e tij, pasi edhe në parti ish-deputet dhe antar të vjetër i kanë dalë kundër, i vetmi që i mbetet është Ilir Meta nga burgu. E tekse shkon drejt zgjedhjeve si vetëm e plot përjashtime, ku ka më mirë që të ketë një aleat që brenda partisë nuk ja rrezikon karrikën, pavarësisht se nuk e sjell dot në karrikën e pushtetit.